Mirëmëngjes nga dita tjetër, dje nuk është se kam xhiruar shumë, thjesht e kemi kaluar pjesën më të madhe të kohës në shtëpi, më pas dolëm për një kafe, kemi shkuar pak te Sephora, kemi parë disa parfume, nuk është se kam bler gjë akoma, nëse do ble normalisht do t'ja u tregoj, por ndoshta ditët e fundit para se të iki. Më pas në darkë kemi shkuar, kemi rezervuar një makinë me qira, sepse sot do të shkojmë në Frankfurt. Është një qytet që unë mezi po pres ta vizitoj, kam pasur dëshirë shumë kohë që ta vizitoj, por më në fund erdhi rasti dhe e gjeta mundësinë për ta vizituar. Të them të drejtën, po kaloj shumë bukur, edhe pse shumë momente nuk i xhiroj, sepse persona me të cilët jam nuk duan që të dalin në YouTube, edhe i kuptoj nga kjo anë dhe kam respektuar këtë pjesë, po e rëndësishme është që po kaloj shumë bukur dhe po mundohem që t'ju tregoj dhe ju sa më shumë gjëra nga Gjermania. Unë sapo jam bërë gati, do t'ju tregoj pak outfitin tani, edhe do të nisemi me grupin në Frankfurt, sot do të qëndrojmë aty, nuk e di se çfarë do të bëjmë, po shpresoj që të eksplorojmë sa më shumë dhe t'ju tregoj dhe ju sa më shumë gjëra të bukura. Outfiti është shumë i thjeshtë për sot. Kam shkuar bardhë dhe zi, do të marrë dhe xhaketën e zezë me vete, kam vendosur këto bijut në ngjyrën gold, dhe kështu pra, tani jemi gati, do të nisemi. Ne sapo dolëm edhe tani do nisemi, do fusim gjërat në makinë, edhe do t'ju tregoj pak më vonë. Goca? Gati? Gati. Me kallar, s'kena frikë për me ikë se ting të shumë mirë se shibe qyra me Fot vini kuna vim si mire y contarte las cosas que no te conté. Te parece a mi crush? Po ju tregoj pak apartamentin që kemi këtu në Frankfurt, sa po kemi arritur, është shumë i madh. Kjo është dhoma që zgjodhëm ne, po kemi 4 dhoma, kjo është një dhomë tjetër. Kjo ngjan pak si dhomë burgu. Këtu kemi dhomën e ndenjes, i ka gjitha, kuzhinën, edhe shumë e thjeshtë kështu. E vetmja gjë që nuk më pëlqeu është që është në katin e parë fare dhe nuk është se ka shumë ndriçim natyral, po gjithsesi është okay. Ka 2 tualete. Ky është tualeti i parë. Është më i vogël, edhe duket shumë pastër, shumë rregull. I ka të gjitha gjërat që na duhen. Kjo është një dhomë tjetër dhe kjo. Kjo është dhoma e 4, edhe kjo në të njëjtin stil me dhomat e tjera. Dhe ky është tualeti tjetër, ky ka vask, është pak më i madh. Kështu, kjo është pra shtëpia. Është pak e madhe, po jemi shumë vetë, kështu që na përshtatet dhe i kemi të gjitha. Atëherë t'ju tregoj pak outfitin e plot. Atëherë ju tregova pak shpejt shtëpinë, edhe tani do bëhemi gati dhe do të dalim. Do rregulloj pak buzët edhe gati.
Shkrasa në kësi. Është shumë qytet i Prag. Filmoj dhe këta, se shumë boj toleroj. Hello. Gruaja Gjord. Gjord Dervish. Shpirë prap! Puna qënjit! Nuk po direkt ishim më buka dalë. Zut, një turist ne. What you need, come and give it to me, yeah. All my life, all my life, all my life, all my, I've been loving you. Oh, I've been loving you. What you need, yeah. What you need, yeah. What you need. Hello, nëse po kemi ardhur këtu te hoteli, edhe ora po shkon gati 9, unë jam tani këtu te dhoma dhe mendova që të rregulloj pak make-upin, flokët, sepse do të dalim përsëri dhe do të shkojmë për të pirë diçka. Ndërkohë do t'ju tregoj pak edhe këtë produktin nga Kelly, bashkë me shkëlqyesin e buzëve, duke qenë se nuk ja u kam treguar se si duken të vendosura. Deri tani kemi kaluar shumë bukur. Kemi shkuar tek qendra e Frankfurtit, gjithashtu edhe tek qyteti i vjetër. Hëngrëm diçka të vogël, kemi pirë një kafe. Dhe kështu do gjë mirë deri tani. Besoj që do bëjmë ndonjë foto tani, sepse do të shkojmë në ndërtesa më e lartë këtu në Frankfurt, e cila ka një super pamje, kështu që jam duke rregulluar pak flokët dhe make-upin për të bërë dhe një foto të bukur, edhe pse fotot që bëra gjatë paradites ishin goxha të bukur edhe ato. Kam veshur thjesht këtë bluzën e zezë të thjesht edhe pantallonat që kisha, sepse nuk është se kam marrë diçka tjetër me vete. Mendova që të merrja një fund, të cilin nuk e kam veshur asnjëherë, e kam blerë që në
dhjetor dhe nuk e kam veshur asnjëherë, por nuk e mora sepse më duk pak ftohtë. Edhe nuk doja të rrezikoja, plus që mendova që me këto pantallona do jem më rehat. Edhe kështu. Të ndëlloj pak buzët. S'kam një pasqyrë këtu. Nuk e di pse. Shumica e hoteleve më vjen pa pasqyrë. Gjithsesi, po përdor këtë pasqyrë nga kjo paleta e vogël. Mbarova me konturën dhe po vendos një ngjyrë nude të thjeshtë. Jemi duke kaluar vërtet shumë bukur, edhe në Nuremberg, edhe këtu në Frankfurt, vërtet që kemi krijuar kujtime shumë bukura dhe jemi duke kaluar vërtet shumë bukur. Edhe pse, siç e thash në mëngjes, shumicën e momenteve nuk i kam xhiruar, sepse normalisht po respektoj dëshirën e personave me të cilët unë jam, të cilët nuk duan që të dalin në YouTube, nuk duan të dalin në vlog, edhe kanë jetë private, kështu që unë nuk mund ta cënoj këtë gjë. Dhe tani do përdorim pak edhe lip glossin parë se si duken buzët. Shkoj këtu. Ja. Nuk e di, nuk është se më pëlqen dhe shumë, është pak ngjitës. Kjo është e vetme gjë që nuk më pëlqen. Kështu duken buzët me lip glossin. Ju kërkoj ndjes për zhurmat, po jemi shumë edhe normalisht që nuk mund të jetë asnjëherë qetësi. Kështu duket lip glossi nga Kylie, më pëlqen, por nuk do ta votoja me notë maksimale sepse është pak ngjitës dhe nuk zjat shumë, pra duhet ta bësh shpesh sepse si duket nuk e ka jetëgjatësinë shumë të madhe në buzë. Po vendos edhe pak highlight sepse besoj se do bëjmë disa foto me blic edhe duket më bukur në momentin që shkëlqen fytyra. Edhe pak këtu. Okej, mendoj se jam mirë. Një rregullim të shpejtë, sepse po shkon ora 9 dhe duam që të dalim ta shijojmë pak qytetin. Këtë do e marr me vete sepse thash që nuk zgjet shumë. Dhe kështu ka ngelur vetëm çfarë ka ngelur bijut, po. Do të vendos këto vëfër për në darkë. Janë nga Sofi në ngjyrën gold, shumë të bukura, edhe besoj se përshtaten me outfitin tim. Jam megjithatë me të zeza. Janë këto vëfët këtu, po ja tregoj pak. Janë këto këtu, po i vendos. Edhe kështu. Frankfurti po më pëlqen shumë, më ngjan shumë me New Yorkun, edhe ka të njëjtin vibe, edhe njerëz ka shumë lëvizje, shumë gjallëri, vërtet shumë bukur. Edhe më vjen shumë keq që jemi kaq pak ditë, pra jemi thjesht sot edhe nesër, pra nesër deri në drek, edhe duhet të kthehemi në Nuremberg. Do doja që të kisha qëndruar pak më shumë në Frankfurt për të shijuar disa gjëra të tjera. Po gjithsesi edhe kaq mjafton. Po ndoshta do rikthehem përsëri një herë tjetër. Edhe kështu. Kjo është edhe bluza, duket kështu. Po të shohim pak, të tregoj pak më mirë. Ja pra. Kjo është ideja, domethënë e veshjes. Do marr këtë çantën për ta thyer pak, pra duke qenë se janë veç me zeza. Kjo çanta e kuqe e thyem pak.
Edhe kështu, jam gati, tani do dalim edhe do t'ju tregoj pak se ku do të shkojmë dhe çfarë do të bëjmë, ndërkohë që ju mos harroni të bëni një subscribe sepse është shumë e rëndësishme për kanalin. Baby girl, say my name. Dhe kur dhe prap më vjen ajo i rekuptoj, ajo më ka për mua do të vi edhe pse shumë vaj të vi. Jesi hana, jesi djeli ti për sytë e mi. Sky bar. Unë të lë nuk më leti, më duket si çudi, do të shkoj më mirë o djalë. Nga dita tjetër, këtë pas kam skandal, sa po jam zgjuar, ora është 10 edhe duhet të bëhemi gati tani, sepse në orën 11 duhet që të lem dhomën, pra duhet të lem këtë apartamentin që kemi marrë. Edhe kështu, dje kemi kaluar shumë mirë, kemi ardhur pak vonë në shtëpi, po ja vleti. Pamja nga bari kur shkuam ishte fantastike, edhe vërtet kemi kaluar një kohë shumë të bukur. Nuk e di se çfarë do të bëjmë sot saktësisht, po do shohim. Për momentin duhet të bëjmë gati tani, të rregulloj pak edhe flokët, të bëj pak make-up, edhe të përgatis këto gjërat e fundit këtu para se të dalin dhe do t'ju tregoj përsëri më vonë se çfarë do të bëjmë. Unë sapo kam bërë make-upin, si që shikoni, kam bërë një make-up shumë të lehtë. Për syze mendoj që të vendos këto, sepse janë me gold dhe besoj se do duken shumë bukur. Kështu duken edhe syzet, kam vendosur këto vëthët që kisha dhe dje, sepse e plotësojnë goxha veshjen. Dhe shumë thjesht fare, thjesht kam veshur këtë xhaketën edhe me roba të zeza. Për çantë do mbaj këtë, për ta thyer komplet veshjen. Kështu dukemi për të dalë. Ora shkoj 11 tani. Flokët i kam lënë kështu natyrale, të duken si të duken, nuk ka rëndësi, nëse nuk do më pëlqejnë më vonë, do i kap edhe kaq. Dhe do bëjmë gati që të lëm dhomën tani dhe do t'ju tregoj se çfarë do të bëjmë. Në njët mu në shëndryshimin, hala të punu me mjell pra prena mullinit. Qa do bëjnë shok, në një me vete po se plasin.
E kena menen e dame nuk e zgjasin. Pritalizm ka fitur pjesën pa. Që na folin mrapa, s'kan kontrol, thjesht lujn rolin intrigante, grapa, informante, emra në zyrtar një vajzë. Mirëmëngjes nga dita tjetër, unë sapo kam dalë edhe sot është dita e fundit këtu në Gjermani, nesër nisem për në Shqipëri dhe kam vendosur që të dal pak tani dhe të ble disa gjëra edhe për durat. Nuk e di, do shoh nëse do gjej. Dhe kështu, koha sot është e mirë, është më ngrohtë se sa dje. Outfiti është shumë i thjeshtë. Edhe kështu, ikën shumë shpejt këto ditë, edhe pse kanë qenë 7 ditë, më janë dukur shumë pak. Kështu, po ju marr me vete tani dhe po ju tregoj më shumë. Nächste Haltestelle Steinhügel. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn.
Sapo kam ardhur në shtëpi, kam bërë disa pazare, kam bërë disa dhurata të vogla, duke qenë se duhet ju merja diçka. Dhe tani do filloj të përgatis pak valixhen, sepse nuk e di, ndoshta pas dite do dalim përsëri edhe nuk do kem kohë, kështu që do t'i vendos në valixhe, do t'ja u tregoj pak edhe këtu në vlog se çfarë kam bler. Thjesht për kuriozitet, sepse e di që e keni qef që në momentin kur ble gjëra t'ja u tregoj. Kështu që po ja u tregoj pak shpejt e shpejt se çfarë kam bler dhe po vazhdoj me valixhen. Për mamin bleva tek HM këto atletet e thjeshta ngjyrë të bardhë, ngjajnë pak a shumë si stili i sambës. Ishin 30 euro. Dhe më pëlqyen, duken goxha të bukura, të rehatshme për në punë, sepse mami është gjithkohë në punë, gjithkohë në këmbë, kështu që besoj se me këto do jetë shumë rehat. Gjithashtu tek Zara kam marrë 2 parfume, një për mami, kam zgjedhur këtë, kishte një aromë goxha të mirë, dhe për gjyshen kam zgjedhur këtë parfumin tjetër. Më dukën të lezetshme dhe kishin aromë të mirë dhe se çmimi ishin ekonomike, kështu që tek Adidas i kam marrë babit këtë kapelen. Edhe kjo ishte shumë e bukur, më pëlqeu. Edhe duke qenë se babi është goxha tip sportiv, i zgjodha këtë, ishte pak më e veçantë nga ato të tjerat. Gjithashtu për babin kam zgjedh këto atletet, sepse mu duken shumë të veçanta, edhe si material ishin goxha të mira. Më pëlqyen shumë, edhe si çmim ishin okay, i kam marrë pak më të mëdhaja në numër, sepse kisha frikë se mos i rinin të ngushta, kështu që të jem brenda i mora 43-shin, edhe pse babi e ka këmbën 42.5. Kam marrë këto aksesorit për dhurat. Këtë bluzën këtu të shkurtër të thjesht ngjyrë të bardhë e kam zgjedh për motrën, e mora masa S. Më pëlqeu, diçka e thjesht. Për mami zgjodha këtë bluzën tjetër me këtë ngjyrën e kuqe. Babin kam marrë këto pantallonat e shkurtra ngjyrë gri. Masën e kam marrë pak të madhe, sepse nuk e di, më dukën prerje e vogël, po shpresoj që të mos i rinë të mëdha shumë, sepse nuk e di. Gjithsesi, më pëlqeu ngjyra. Dhe këtë bluzën e bardhë gjithashtu për babin. Kjo bluza gri gjithashtu për babin. Për vete nuk kam bler akoma asgjë, edhe të them të drejtën dola më shumë për t'ju bler nga një dhuratë se sa për të bler për veten. Këto janë blerjet që kam bërë, tani do vazhdoj me sistemimin e valixhes.